Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Soni akoma e dashuruar me Flor Mumajesin kërkon dron nga këngëtari. Soni Malaj ka bërë një rrëfim të papritur dhe mjaft të sinqert brenda shtëpisë në Ferm, duke folur për herë të parë hapur për historinë e saj të dashurisë me kantautorin Flor Mumajesi. Edhe pse ka kaluar shumë kohë, ajo konfirmoi para banorëve dhe publikut se bëhet fjala për një lidhje dashurie që ka zgjatur plot 2 vite e gjysmë. Shkëndija për këtë diskutim u ndez nga një këngë e Florit që po luej në sfond në ambientet e Fermës. Në atë moment, Moza bëri një koment për këngën dhe e pyeti Soni nëse kishte ndonjë dobësi për artistin, pa e ditur se përgjigja do të zbulonte një histori nga e kaluara. Reagimi i Sonit ishte i menjëhershëm, duke i dalë në mbrojtje ish partnerit të saj dhe duke sqaruar raportin e tyre disa vjeçar. Mos ma shaj Florin, është ishi im, 2 vite e gjysmë bashk, ka vite si histori, kemi qenë zyrtarisht. Biseda mes 2 banoreve vijoi me batuta dhe të qeshura. Moza e nxitur nga kurioziteti e pyeti këngëtaren nëse Flori është aktualisht beqar apo në një lidhje të re. Soni zgjodhi të mos jap detaje për jetën aktuale të kantautorit, duke u përgjigjur shkurt dhe me respekt. Ai në punë të vet, unë në timen. Kur Moza i sugjeroi me shaka një rikthim të mundshëm mes tyre, Soni e preu menjëherë në mënyrë kategorike. Jo, por nuk mbaroi me kaq. Në një tjetër moment, Soni bëri një thirrje publike Florit nga brenda Fermës. Kur po vendosnin gjithë këngët e tij, thash mos po vjen në Ferm. Po dron, pse nuk më ke sjell këtu? Thuaj të më sjellin një dron, të lutem, u shpreh Soni.